Në këtë edicion do të ndiqni. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valmir Elezi, ka thënë se nëse vendi shkon në zgjedhje, do të jetë një sfidë për stafin e këtij institucioni. Qytetarë të pakujdesshëm lënë mbeturina inerte vend e pa vend, krijojnë një imazh të keq në hapësirën publike. Fermerët kërkojnë subvencionim të barabartë për qumshtin, paralajmërojnë protestë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Deri më 26 tetor është afati kur mandatari për formimin e qeverisë së re, Albin Kurti, duhet të paraqesë kabinetin e tij qeverisës dhe i njëjti pastaj të votohet në kuvent. E nëse kjo nuk ndodh, vendi mund të shkojë në zgjedhje vendore. Por zëdhënësi i Komisionit Qendror për Zgjedhje Valmir Elezi ka pohuar se kjo do të ishte një sfidë e re për stafin e institucionit, që ai përfaqëson, veçanërisht për faktin se jemi ende në fazën aktive të administrimit të zgjedhjeve lokale. Ende pa u mbyllur procesi i zgjedhjeve lokale, kanë nisur spekulimet nëse vendi do të hyjë edhe në një proces tjetër zgjedhor, por kësaj radhe për kuvendin e Kosovës. Pavarësisht gatishmërisë në KQZ, zëdhënësi Valmir Elezi ka pohuar se nëse kjo do të ndodhte dhe vendi do të shkonte në zgjedhje të reja në nivel qendror, do të ishte një sfidë për stafin e këtij institucioni. Organizimi një procesi të ri zgjedhor brenda një periudhe të shkurtër, sigurisht që përbën sfidë për KQZ-n dhe stafin e këtij institucioni, veçanërisht për faktin se jemi ende në fazën aktive të administrimit të zgjedhjeve lokale. Por KQZ, si gjithmonë, do të veprojë në përputhje me mandatin ligjor dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme nëse vendoset përmbajtjen e zgjedhjeve të reja. Zëdhënësi i KQZ-s Elezi ka thënë se aktualisht janë duke u numëruar votat e diasporës dhe votat për kuvende komunale, ndërsa balotazhi për 10 komuna do të mbahet me 9 nëntor. KQZ-ja sipas tij nuk përfshihet në debatin politik me subjekteve politike, por mbeten të përkushtuar për të përmbushur detyrimet kushtetuese. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i angazhuar në përmbylljen e procesit të zgjedhjeve lokale, përfshirë shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave, në ato komuna ku asnjë kandidat nuk arrin të fitojë 50% plus një vot të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk komenton deklaratat politike apo paralajmërimin nga liderët politik. Megjithatë, ashtu si çdo herë, KQZ mbetet institucioni i përkushtuar për të përmbushur detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore në çdo moment kur një proces zgjedhor shpallet në mënyrë zyrtare. Kujtojmë se deri me 26 tetor është afati kur mandatari për formimin e qeverisë së re, i dalur nga zgjedhjet të 9 shkurtit 2025, Albin Kurti, duhet të paraqesë kabinetin e tij qeverisës dhe të votohet në kuvent. E nëse kjo nuk arrihet, atëherë vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja për nivelin qendror për herë të dytë brenda një viti. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin shtator 2025. Në këtë raport thuhet se çmimet e konsumit shkuan në 4.7% vjetore dhe minus 0.2% mujore. Rritje të ndjeshme kanë pasur mishi, qumshti, djathi, vezët, shërbimet hoteliere dhe vajrat e yndyrat. Në muajin shtator 2025, indeksi tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është rritur me një mesatare prej 4.7% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Kjo rritje e çmimeve është kryesisht e shpjeguar nga ngritja e çmimeve në disa grupe dhe nën-grupe të klasifikimit të konsumit individual sipas qëllimit. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Statistikave në Kosovë, ndryshimet më të mëdha janë vërejtur te grupet si pushimet e organizuara plus 23.1%, biletat të fluturimeve plus 22.5%, energjia elektrike plus 17.4%, kafe, çaj dhe kakao plus 14.2%, pemë plus 13.0%, mirëmbajtje dhe riparimet të pajisjeve personale të transportit
plus 12.8%, mish plus 12.1%, shërbime të tjera të lidhura me pajisjet personale të transportit plus 10.4%, shërbime hoteliere plus 8.3%, ndërkohë vërejën rritje të çmimeve në produkte të tjera, përfshirë qumësht, djath dhe vezë plus 8.8%, shërbime ambulantore plus 7.3%, vajra dhe yndyra plus 6.8%, perime plus 5.8%, si dhe pija alkoholike plus 4.7%. Nga ana tjetër, disa produkte dhe shërbime kanë përjetuar ulje të çmimeve, përfshirë karburantet dhe lubrifikantët për pajisjet e transportit personal, të cilat kanë pësuar një rënje prej 3.1%. Ky ndryshim ka pasur një ndikim të vogël në indeksin e tërësishëm të harmonizuar të çmimeve të konsumit, me një ulje totale prej minus 0.2%. Ky raport tregon se çmimet e konsumit janë vazhdimisht në lëvizje, duke reflektuar faktorë të ndryshëm ekonomik që ndikojnë në ekonominë e përditshme të qytetarëve. Rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe të druve për ngrohje i ka vënë në dilemë qytetarët se cilën formë do të zgjedhin për ngrohje gjatë dimrit. Ekonomisti Jakub Bellaça i ka pohuar syrit se qytetarët i pret një dimër i vështirë këtë vit, sepse në të gjitha alternativat ka rritje të çmimit, e në anën tjetër të ardhurat mujore që sigurojnë qytetarët mbesin të njëjta. Me uljen e temperaturave, qytetarët kanë filluar të bëjnë zgjedhje të tyre për të ngrohur gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Megjithatë, përballja me kostot mbetet një sfidë e madhe pasi çmimi i energjisë elektrike dhe i druve për ngrohje ka shënuar ngritje. Njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça në një intervistë virtuale për televizionin Syri paralajmëroi se dimri që po vjen do të jetë ekonomikisht i rëndë për qytetarët e vendit. Sipas tij, ngritja e inflacionit në këto produkte të ngrohjes do të rëndojë ndjeshëm buxhetin familjar. Faktikisht duke marrë parasysh inflacioni për çdo muaj që duke u rritur, faktikisht po të bëjmë, po të mbështetet sipas dhënave statistikore, për shembull, kur rriket 4.3% në krahasë me kurrikën e vitit kaluar, gushti pastaj 4.5% në krahasë me gushtin e kaluar, shtatorisht 4.7% faktikisht është duke kur jemi në fazën e dimrit që duke shkuar, faktikisht kjo do të pritet edhe prapë edhe më shumë do të ketë inflacion. është duke vështirësuar jetën ekonomike dhe sociale qytetarëve të Kosovës, duke rritur kosta e jetës, duke rrezikuar ekonomia familjare. Ekonomisti Bellaça tha se qytetarët kanë në dispozicion disa alternativa. Megjithatë, ai shtoi se pavarësisht këtyre mundësive, qeveria duhet të ofrojë subvencione për familjet në mënyrë që përballimi i dimrit të jetë më i lehtë për ta. Qytetarët mund me zgjedh alternative, mund me zgjedh situata të ndryshme, mirë, po alternativa është ngrohja me energji, mirë, po do duhet subvencionohet, mirë, po edhe mekanizmat të cilat i blen qytetarët faktikisht për ngrohjen, në këtë rast do duhet qeveria të subvencionojë, sikur që para disa vite se i ka subvencionuar, mënyrë sepse këtë rast do të ketë sigurisht që kërkesë që të blehen edhe me rritjen e kërkesës, faktikisht edhe bizneset të cilat e mirën me këtë produkt, që i shesin këto produkte, i ngritin këto produkte. Dimri pritet të sjellë sfida të reja ekonomike për qytetarët, ndërsa ekspertët theksojnë nevojën për masa mbështetëse për të lehtësuar barrën financiare të familjeve. Problemi me mbeturinat inerte është i shpesh në komunën e Gjakovës. Qytetarët të pakujdesshëm për ditë të tëra në hapësira të ndryshme lënë mbeturina inerte, duke shkaktuar një imazh as pak të mirë për komunitetin e asaj zone. Problemet me mbeturinat inerte janë të vazhdueshme në komunitet. Qytetarët të pakujdesshëm i lënë ato vende pa vend, duke krijuar një imazh as pak të mirë në ruajtjen e hapësirave publike, duke harruar se secili prej tyre duhet të jetë përgjegjës në aspektin ligjor dhe moral në këtë veprim.
ndonë se mbeturina inerte mund të gjesh në pjesë të ndryshme të qytetit, hiq më mirë nuk qëndrojnë edhe zonat rurale. Madje një banor i fshatit Lipovec ka theksuar se një nga problemet më të mëdha në komunën e Gjakovës mbeten mbeturinat inerte. Sipas tij, çdo objekt që rrozohet krijon sasi të mëdha mbeturinash ndërtimore. Problem që janë këtë zonë në komunë Gjakovës, unë mendoj që problemi i rëndësishëm është edhe mungesa që është të riciklimit ose të mbetjeve inerte. Domthonë kështu sot nëse rrëzon një objekt ose mjetet e ngurtha nuk i duhesh janë ndot ambiente, prona publike, pyje domthonë jo për krejt fajin e banorëve se arsyeja nuk ka ku t'i shën. Domthonë nuk ka që bëhet një riciklim ose diçka, kjo është mungesë është në komplet komunën. Nga kjo situatë po dëmtohen edhe lumenjtë sepse mbetjet përfundojnë edhe në përshtetër të tyre, tha Berisha. Unë e shoh si shumë problem këtë gjë, është të ndotja, të lumejt, të gjithë nga këto, është mungesë si s'ka ku të hudhen ato ose të proponohen. I shqetësuar për imazhin e keq që mund të marrin hapësirat publike nga mbeturinat inerte, Berisha tha se nëse nuk rritet vetdia kolektive por edhe institucionale, situata mund të bëhet edhe më keq. Kërkesa kishin me sa pisho asnjë kuvendit komunal ose prej qeverisë ose prej këtyre kandidatëve nuk e shoh si premtim ose një përkezje, unë e shoh si shumë problem. Kjo është shumë problem i madh se nuk mund është ta majsh ambientin e pasur nëse nuk i ku i riciklon këto. Kjo është si gjë negative që i shoh unë për ndotjen e lumejve gjithë nuk pastrohen pa u bë kjo, unë kështu e shoh. Kujtojmë se gjuajtja mbeturinave inerte, por edhe mbeturinave tjera në vende të padestinuara janë të ndëshkuara edhe me ligj. Nga 20 deri më 29 tetor 2025, Forca e Sigurisë së Kosovës do të realizojë ushtrimin fushor Ujku-Shigjet, ku gjatë kësaj periudhe do të ketë lëvizje të konvojeve nga vendbanimet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në drejtim të rajonit të Gjakovës, saktësisht aeroportit të Gjakovës dhe poligonit ushtarak në Babaj të Bokës. Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se që nga dita hënë e datës 20 tetore deri me 29 tetor 2025 do të zhvillojë një ushtrim fushor të quajtur Ujku-Shigjet, i cili është pjesë e procesit të validimit të regjimentit të tretë të forcave toksore. Gjatë kësaj periudhe, qytetarët mund të bëjnë lëvizje të shtuar të konvojeve ushtarake nga vendbanimet të FSK-s në drejtim të rajonit të Gjakovës, konkretisht në aeroportin e Gjakovës dhe në poligonin ushtarak në Babaj të Bokës. FSK-ja ka bërë thirrje për mirëkuptim nga ana e qytetarëve, duke theksuar se këto lëvizje janë pjesë e planifikuar e stërvitjes dhe se nuk ka vend për ndonjë shqetësim. Ky ushtrim konsiderohet një hap i rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve operacionale të FSK-s dhe në përgatitjen e saj për të përmbushur misionin mbrojtës të vendit. Fermerët përkërkojnë nga institucionet subvencionim të barabartë për qumshtin. Fermeri Agron Beqa i thotë se në të gjitha komunat kjo çështje është rregulluar, ndërsa në komunën e Gjakovës jo. Madje i pohon se nëse kjo nuk rregullohet, pakënaqësitë e fermerëve mund të shprehen edhe përmes protestës. Mos mbështetja si duhet institucionale ka shqetësuar fermerin Agron Beqaj nga fshati Racaj. Në një prononcim për mediumin ton, Beqaj ka shprehur pakënaqësinë e tij për mungesën e mbështetjes që sipas tij komuna e Gjakovës nuk u ofron fermerëve. Ai ka theksuar se të gjitha komunat e Kosovës i subvencionojnë fermerët me nga 0.05 cent e deri 0.10 cent për litër qumsht, ndërsa Gjakova nuk ka ofruar në mbështetje të tillë. Kena bo postimin, me bo thirrje kryetarit Gjini, nëse ka mundësi, po kërkojmë ka 5 cent për 1 litër qumshti për më na subvencionu, sepse gjitha komunat e Kosovës, të më thoni i përkrajnë fermerët, ka komunë që i përkrajnë me 10 cent, me 6 cent Prizreni ka me 6 cent, Frejzaj ka me 10 cent, Istogi ka me 10 cent, ne do më thonë si komunë e Gjakovës, po kërkojmë fermerët me na përkro ka 5 cent. Ndërsa nëse marrin mbështetje, atëherë kjo do t'i motivojë fermerët e Kosovës të vazhdojnë punën dhe të mos dorëzohen, shtoi Beqaj. Mbështetja ka vështirësi, po ja kem dalë disi, po me na përkro edhe me 5 cent do konë shumë mirë nëse do në milion fermerë në Kosovë. Nëse do në milion fermerë, atëherë ne
për ditë po ikin fermerët e po luajnë këtë punë. E di se pa bujqësi në ka jetë. Nëse nuk do të ketë përkraje nga komuna e Gjakovës, fermerët paralajmërojnë se do të organizojnë një protestë paqësore para objektit të komunës me mjetet e tyre të punës, traktorët, si shenjë pakënaqësie dhe kërkese për mbështetje. Një grup nxënësish nga shkollat e mesme të Gjakovës u bën pjesë një aktiviteti artistik të mbajtur në atelën Viki në Gjakov. Piktoria Violeta Hoxha bashkë me nxënësit kaluan disa orë pune në realizimin e punimeve me temën të pikturojmë qytetin e lashtë. Ky aktivitet kishte edhe karakter garues. Një aktivitet i veçantë është mbajtur sot në Gjakov, ku nxënës nga shkollat e mesme të larta u angazhuan në pikturimin e temës qyteti i lashtë, me qëllim të nxitjes së të rinjve në jetën artistike dhe kulturore. Dihem shumë e veçuar edhe shumë e privilegjuar, pasi që shoqëria e cma ndryshe më kanë përzgjedh mu edhe ateljen time për me mbajt këtu. Edhe ndihem me të vërtet shumë krenare që më kanë përzgjedh edhe që jam të punu me këta nxënës shumë kreativ. Ndërsa Erol Shabani, organizatori i aktivitetit, tha se kjo ngjarje është zhvilluar edhe në qendra tjera. Sot jemi duke zhvilluar një aktivitet që ka titullin ta vizatojmë qytetin e lashtë, pra në Gjakov. Një aktivitet i tillë është realizuar në Prizren. Aktiviteti ka karakter garues, pra do të kemi një fitues në fund. Në garë janë përfaqësuesit apo nxënësit nga shkollat e mesme të Gjakovës dhe që përmenda esenca është që nga perspektiva e tyre ta bëjnë një vizatim sa i përket qytetit të lashtë të Gjakovës. Narda Hoda është njëra nga pjesëmarrësit e sotme, e cila vuri theksin të puna e saj individuale të realizuar sot. Sot po ndihem për tema ose shumë e gëzuar. Kam qenë shumë e kënaqur kam zgjedhur për me marr pjesë në këtë aktivitet, edhe atmosfera shumë e mirë. Sot kam zgjedhur xhamin e Hadumit, është njëra prej xhamive më të vjetra, në fakt më e vjetra në gjithë Evropën, si dhe ka një rëndësi shumë të madhe ka ana kulturore dhe historike. Kjo ngjarje kulturore kishte edhe karakter garues, ku vendin e parë zuri Renea Morina nga shkolla e muzikës Prenkjakova në Gjakov. Krijuesi Lulzim Logu ka promovuar sot në Tropoj librin Piknisja e Mëkatit. Ky promovim erdhi si një bashkëpunim mes klubit të shkrimtarëve dhe artistëve Tropojan dhe klubit letrar Gjon Nikol Kazazi në Gjakov. Librin e kemi në hollin. Në hapësirat e Muzeut Historik në Tropoj, sot krijuesi Lulzim Logu ka promovuar vëllimin poetik Piknisja e Mëkatit me redaktor Besnik Mustafajn. Ky promovim erdhi si një bashkëpunim mes klubit të shkrimtarëve dhe artistëve Tropojan dhe klubit letrar Gjon Nikol Kazazi në Gjakov. Bota brendshme e poetit Lulzim Logu nuk është diçka si e rastësishme, por është një botë plot ballafaqime, sakrifica si e gjithë të tjerëve, u shpreh krijuesi nga Gjakova Tahir Bezhani. Ndërkaq Muharrem Kurti, kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, tha se librin e Logut e kam lexuar 3 herë radhazi. Kjo pasi vargu i tij është plot magji. Besoni që jam kënaqur 3 herë kam lexuar, nuk më ka ndodhur me lexu 3 herë pa ndërprer librin, dhe më magjiu nga thellësia, bukuria, finesa e vargut të Lulzim Logut. Ndërkaq kryetari i Bashkisë së Tropojës, Regj Byberi, tha se Logu me krijimet e tij gjithmonë i ka dhënë jetë dhe gjallëri Tropojës. Unë me shumë krenarisa, si kryetari i Bashkisë së Tropojës, gjerasit të përshëndet zotin Lulzim për punën e tij, i cili edhe në pushtë e gjëzave i zakonisht të vështira ka vajtë gjallë klubin e shkrimtarëve dhe artistëve të Tropojës. I ka dhënë jetë dhe gjallëri në rrugën e Tropojës me aktivitetet e tija. Krijuesi Lulzim Logu, krahas Tropojës në këtë vëllim poetik, shkruan edhe për malsinë e Gjakovës. E salla e mbushur me plot krijues pos fjalimeve zyrtare, patën rastin të ndjekin edhe disa recitime me vargje të shkëputura nga libri dhe disa pika artistike. Ndërkaq në fund, autori i librit Lulzim Logu falenderoi të gjithë të pranishmit dhe lexuesin e tij për vlerësimin që i bën kësaj prurje të re letrare. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në OVM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e merit shishiu, me temperatura që kanë lëvizur nga 9 deri në 15 gradë Celsius.
Për nesër, temperatura do lëvizi nga 2 deri në 15 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Moti ngjashëm do ta karakterizojë edhe ditën e hënë, me temperatura që do variojnë nga 5 deri në 17 gradë Celsius. Të martën pritet të mbizotrojë moti vranët e me diell, me temperatura që do lëvizin nga 10 deri në 19 gradë Celsius. 11 deri në 17 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranët e me rreshtë shishiu. Mot me diell e vranësira parashihet gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 12 deri në 21 gradë Celsius. Për të premten parashihet moti vranët e me diell, me temperatura që do variojnë nga 11 deri në 21 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Almir Elezi, ka thënë se nëse vendi shkon në zgjedhje, do të jetë një sfidë për stafin e këtij institucioni. Qytetarë të pakujdesshëm lënë mbeturina inerte vend e pa vend, krijojnë një imazh të keq në hapësirën publike. Fermerët kërkojnë subvencionim të barabartë për qumshtin, paralajmërojnë protestë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.